Instituti i Statistikave të Shqipërisë ka publikuar të dhëna zyrtare sa i përket aksidenteve rrugore të regjistruara në vendin tonë gjatë vitit 2025. Nga statistikat e publikuara vjetre, një rënje në numrit të aksidenteve krahasuar me vitin e paraardhës. Kështu gjatë vitit 2025 në territorin e qarkut Dibër janë shënuar 28 aksidente rrugore me 65 qytetarë të plagosur e viktima. Ndërkohë për të njëjtën periudhë janar-dhjetor 2026 janë regjistruar 39 aksidente me 70 persona të plagosur e viktima. Qarku me numrin më të ulët është Berati me 24 aksidente gjatë vitit 2025 dhe qarku me numrin më të lartë mbetet Tirana me 447 aksidente të regjistruara gjatë vitit të kaluar me 552 persona të plagosur e viktima. Në rang kombëtar janë raportuar më pak aksidente gjatë vitit 2025 sesa në vitin 2024. Për vitin 2025 janë regjistruar 1375 aksidente me 1913 të plagosur e viktima dhe për vitin 2024 janë regjistruar 1666 aksidente me 2255 të plagosur e viktima. Po ashtu mësohet se numri më i lartë i aksidenteve rrugore të regjistruara në qarkun Dibër janë shënuar në rrugën Arbrit. Në të gjithë gjatësinë e kësaj rruge nga Peshkopia deri tek tuneli i Murrizit janë disa pika të zeza që janë bërë burim aksidentesh gjatë vitit që lan pas.